Rusia, gjithsesi inteligjenca ruse, FSB, po dhe ato tjera të shërbime ndryshme edhe të politikës jashtme ruse, por edhe të vendeve tjera që në përkrasën, ndërta është edhe Serbia si përçues interesat gjeostrategjike në Ballkan, në vazhdimsi po ndjellin kriza në formë të dezinformimit apo propagandës, që ka të bëjë edhe në nivel global, kur të formohet edhe në një portal Telegrami që është shumë i njohur në vitin 2013, pa është formuar për një ekstremist i Pavel Durov, i cili është një oligark rus, pra, i cili tash ka dikun mbi 1 miliard shikime, ka me ndikim. Dhe kjo është një situatë jashtëzakonisht e rrezikshme, nga se ky sistem i një lufte hibride, një propagande të vazhdueshme që bëhet në Kosovë, AKI-ja, Bashkëpunimi me Policinë e Kosovës, ka identifikuar shumë spion apo veprime spionazhi në Kosovë, por që tash duhet nga këto postime, këto sisteme të komunikimit apo rrjeteve të ndërhyj me qëllim të ndërprej këtë avaz që mund të ndikojë edhe në opinionin publik të komunitetit serb veri. Po jo, duhet të them, ne përfundimisht duhet ndryshe të mendojmë në çështjen e sigurisë tonë. Është fatmirësi që kemi KFOR-in me mision të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, por mos mbetemi çdo herë si indiferent ndaj rreziqeve dhe kërcënimeve të vazhdueshme të Serbisë, sidomos tani kur Serbia Rusia po paralajmëron ndikimin e saj në Ballkan, duke bërë kërkesë Amerikës që në formë të ketë influencën e vet. Për këtë arsye ajo nuk pushon zvepruari në këtë drejtim. Ne duhet të jemi shumë më bashkëpunues, shumë në formë analitike dhe të jemi më ndërmarrës me qëllim që të pengojmë këto rastet direkte që po ndikojnë edhe në sigurinë e zyrtarëve tonë policor, edhe në veri, edhe në pjesë tjera të Kosovës. Kjo është një presion i vazhdueshëm i qeverisë serbe, qoftë mbrendi apo sidomos në situatat kur ata kalojnë në pjesën e territorit serb. Mos flasim tash për pjesëtarët e shoqërisë shqiptare të Kosovës apo në formë edhe pjesëtarët e policisë apo që kanë qenë zyrtar policor që deri në fort rastin që i kanë ndaluar me muaj të tërë duke i keq trajtuar